Agron, e more vesh, gjykata kushtetuese vendosi në favor të Veliajt. Po tani? Vetëm në Shqipëri mund të ndodhë që gjykata kushtetuese na thotë që një kryetar bashkie i cili është i arrestuar dhe në burg për korrupsion do të vazhdojë të qëndrojë në krye të detyrës. Por me sa duket kjo intereson Edi Ramës dhe nëse Edi Rama dojë që mos të bëhen zgjedhjet në Tiranë, gjykata kushtetuese merr vendim në favor të Edi Ramës. Por ka dhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Edi Rama ka nevojë të thotë të gjithëve që jesh i akuzuar për korrupsion edhe në burg me akuzë për korrupsion, sipas Edi Ramës nuk është arsye për të dhënë dorëheqje dhe për të larguar. Kjo vlen për Erion Veliajn sot, por vlen gjithashtu edhe për Ballukun dhe mund të vlejë edhe për Edi Ramën nesër kur Edi Rama vetë të jetë në hetim në korrupsion. Ditën e djeshme, Edi Rama ka përdorur armën më të fortë që ka kundër Spakut dhe kundër drejtësisë. Ka përdorur gjykatën kushtetuese për të goditur Spakun në mbrojtje të Erion Veliajt. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një vendim që i duhej Edi Ramës dje që sot të kërkonte lirimin e Erion Veliajt. Vendimi i gjykatës kushtetuese është skandalos. Praktikisht gjykata kushtetuese tha që një kryetar bashkie, pavarësisht se është në hetim për korrupsion, pavarësisht se është në burg prej 8 muajsh, ai duhet të vazhdojë të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Dhe këtë gjykata kushtetuese e bën qartësisht për llogaritë e Edi Ramës, i cili nuk ka më se si të fshihet dhe duhet të fillojë të sulmojë drejtësinë sepse po vjen drejt Edi Ramës. Pasi Spaku ka arrestuar Erion Veliajn, po heton Ballukun, po heton njerëzit më të afërt të Edi Ramës, tani nuk ka më kohë. Tani fillon lufta e vërtet midis politikës të korruptuar dhe drejtësisë që kërkon t'japi fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri.